Pika e kalimit kufitar Port Sarand goditet një rast i mosdeklarimit të parave në kufi. Tentoi të dilte nga Shqipëria me 45.000 euro, pa i deklaruar, procedohet penalisht shtetasi grek. Sekuestrohet shuma e parave. Shërbimet e policisë kufitare në portin e kalimit kufitar Port Sarand, gjatë kontrolleve të vazhdueshme që kryen me synim parandalimin, evidentimin dhe goditjen e palishmërive, i kanë gjetur një shtetasi në çantë, 45.000 euro, të cilat ai po tentonte t'i nxjitte nga Shqipëria pa i deklaruar. Në vijim të veprimeve për rastin u referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin grek GV. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Sarand për veprën penale, mosdeklarimin në kufi të hollave dhe sendeve me vlerë. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Sarand arrestuan në flagrant shtetasin EP, 22 vjeç, pasi ka kallëzuar nëna e tij se ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj saj. Ka dëmtuar derën e banesës, ka vjedhur sende në banesë dhe motomjetin e babait të tij. Gjithashtu, këta specialistë referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin MG, 45 vjeç, banues në Sarand, pasi ka kryer punime ndërtimi pa leje. Materiale procedurale ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.